Sot do të përgatisim një ëmbëlsirë të shpejtë me mollë që në familjen time preferohet shumë. Si fillim, për këtë recetë do na duhen 2 mollë mesatare, të cilëve do t'ja heqim lëkurën dhe do t'i pastrojmë. Pasi kemi pastruar, do t'i presim në forma kubike. Të sigurohemi që mollet mos i lejmë shumë të mëdha. Në një tigan do të hedhim rreth 30 gram gjalp. Pasi gjalpi është shkrirë, në atë do të hedhim mollet e coptuara. Do të hedhim 100 gram sheqer dhe pak kanellë. Do vazhdojmë t'i përzijmë mirë për disa minuta në temperaturë të ulët derisa mollet të zbuten plotësisht. Pasi mollet janë zbutur dhe karamelizuar, do t'i lejmë të ftohen pak. Dhe ndërkohë, do të marrim një pec foliate. Pecën foliate mund ta gjeni në çdo supermarket. Do ta hapim nga paketimi. Dhe do vazhdojmë ta presim në formë shëritash. Gjithsej mua më kanë dalë 8 shirita. Pasi kemi përfunduar prerjen, do t'i mbushim të gjitha me masë që përgatitëm pak më parë. Do të hedhim vetëm në një anë të pecës foliate. Dhe do të veprojmë siç e shikoni dhe në video. Të siguroni që pjesët anësore të puthiten mirë. Do t'i shtypi mirë me piru pjesët anësore. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë të gjitha të mbeturat. Dhe pasi kemi përfunduar të gjitha, do t'i shtrojmë në tavë në të cilën poshtë kam shtruar letër pjekje. Do t'i presim pak. Sipër do t'i lyejmë të bardha një vese. Dhe në fund do t'i spërkasim me sheqer dhe kanellë.
Pasi kemi përfunduar me të gjitha, do të vendosim në furrë të parangruar me 180 gradë për rreth 20 minuta. Tashmë janë pjekur, kanë marrë atë ngjyrën e bukur pas pjekjes, do t'i lejmë të ftohen pak dhe i kemi gati për të konsumuar. Nëse e provoni këtë recetë, ju bëfsh mirë, dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe të ndani të me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.